Besoj që flokët nuk duhet të priten kur hëna është e vjetër. Pse? Se nuk ecën floku, nuk rritet floku. Pra mora një shembull. Por edhe burrat nuk duhet ta përdorin briskun për ditët të diele, sepse simbolizonte diellin. Jo, okej, ta sqarojmë? Sqarojmë. Nuk është mirë të presin thonjt apo flokët ose meshkujt, këtë mjekrën, të martën dhe të shtunën. Pra jo të martën, jo të shtunën. Se brisku, sidomos për meshkujt, për të ruajtur, është simboli i diellit. Dielli zotëron të dielën. Prandaj thot diel, diell. Sun, Sunday, dëgjim në gjithë gjuhët e botës, sidomos shqipja. Të dielën është mirë për të ruajtur dhe këtë. Të dielën është mirë. Vetëm të pjesë kam bërë një gabim të tmerrshëm që kam pre thonjë të dje. Do të ecë tërës. Të martën dhe të shtunën, jo, pse atëherë do japim ka gjithmonë një arsye logjike apo jo, ne nuk do flasim këtu kështu. Jo, nuk flasim qesim. Të martën, e marta është energjia që zotërohet nga Marsi. Mars, martedi, ke parasysh. Dhe Marsi është perëndia e luftës, është, domethënë, luftëtar, është sportist, është një luftëtar, intereson që duket bukur të presi thonjë të ruhet? Shkon luftë? Shtuna është shtunë Saturn, Saturday është energjia e Saturnit, ose planeti Saturn, që keni dëgjuar. Besoj që është përgjegjës për karmat tona, por Saturni përfaqëson një plak i urtë, me mjekër. Kolegu, kur në mjekrën është fikë si një plak Mua më thonë Saturn. I zgjuar, një plak i zgjuar. Tani, domethënë normal ai sot ta presin. Sepse të lashtët tonë edhe gjyshet edhe këto i kanë harruar duke marrë me telenovelat, me gjëra të bukur. Këto janë dituri që unë mësoj tek meditimi Lotus Ocean studentëve. Futu online, e ke pa para, kolegë dhe ndryqosh. Afrodita, çfarë ndodh nëse ne bëjmë këto rite në të martë, të shtunë, të diel? A ka pasoja? Se besënjit ekzistojnë. Nuk jenë në harmoni me energjinë e universit. Nuk jenë në harmoni me energjinë e universit. Unë kishe që i këdhimje koke. Nga energjia ke këna. Terslik. Për shumë të lahemi është mirë në ditën e premte dhe të hënë. E hëna simbolizon hënën. Po unë që lahem për ditë? Ti, terslik. Po të mërkurën mje sot për shumë, dhe ishte terslik? Terslik. Mërkura për shumë në fakt sot po bëjmë bisedë të mërkurën është shumë e mirë për bisedë. Ja, unë kam veshur ngjyrën jeshile, është më mund të vesh diçka jeshile të mërkurën, të nxjerr, domethënë të sjell pak harmoni, pozitivitet.